Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vllazërit të nderuar, dersin e kaluar e kemi përfunduar librin. Lidhja e fortë sonte e përzgjodha një temë tjetër, një temë të re rreth shenjave dhe shkaqeve të përfundimit të mirë dhe njëkohësisht shenjat dhe shkaqet e përfundimit të keq. Secili musliman, secili robi Allahut duhet mendoj që një ditë ka me vdek. Një ditë ka me dorëzu shpirtin e tij tek Allahu subhanahu wa taala. Kretë që to derse, kretë që to ibadete që pi bëjmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala, për çka jemi të i bë? Thjesht me kënaq Allahun azza wa xal, edhe me pas një shenjë apo një shkak apo një sebeb në ditën e gjykimit që Allahu azza wa xal më na fal dhe njëkohësisht më na dhon xhenetin e Allahut azza wa xal. Po cilat janë ato shenjat e mira, apo shkaqet e mira, por edhe e kundërta, sonte në pikat shkurta, do t'i trajtojmë inshallah taala. Përfundimi i mirë i një muslimani është kur njeriu para vdekjes i lën ato gjëra që e zemrojnë Allahun subhanahu wa taala. Veç para menaje ti, nëse mendon që qëtash kur del pi dersit ki me vdek, çka e gjeni me u për Allahun? Kështu duhet me mendu robi Allahut subhanahu wa taala, namazin kur ta fal, le të mendoj që namazi i tij për momentin është i fundit. E për atë arsye, kur njeriu mendon kështu, atëherë normalisht që ka me bo namazin mënyrën më të mirë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Robi i mirë çka? Ato gjëra që e zemron Allahu subhanahu wa taala, largohet prej tyre. Dhe çka? Pendohet prej mëkateve që i ka bërë. S'ka mëkat që Allah nuk ta falë vëllaja. A pe dini rastin e atij personi të ummeteve të kaluara që 99 vjet i mbyti. Shkoi me kërku fetva, edhe çka i tha jo marty, 99 i ke myti, ai në Terezi, në klop, unë po thoma në Terezi. Ai ti, do të 99 i ke myti, po edhe ty 100. Edhe ato e myt. Edhe niset. I thënë me një vend tjetër me shku. Gjersa niset duke ecur e zën vdekja. Edhe mëshira Allahut subhanahu wa taala e bën që me fitu xhenetin me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Çka i thot? I thot me lajkeve të azabit dhe me lajkeve të mëshirës matne tokën sa më afër që është. Nëse është më afër vendit krimit, është në xhenem. Nëse është më afër vendit të faljes, ku po do me shku të djetari, me kërku fetfa, apo edhe me shku me një vend caktuar ku është vendi i imanit, thot atëherë do ta fali, do t'i jap xhenetin. Allahu subhanahu wa taala me mëshirën e vet e tërheq tokën ka vendi ku ka me shku atje. Subhanallahu, mëshira e madhe Allahut azza wa xal. Veç kërkon pendim. Pse nuk thuvesh se astaghfirullah Allah? Ke bo gjuna, thuaj astaghfirullah. Vet jo pendimi po se po. Keqardhja për mëkatin që e ki bo, është pendim tek Allahu azza wa xal. Subhanallah. Veç me thon pyet çu she bona për çuna. Çikja tek Allahu llogaritet si pendim. E lërë mo ti ku thu astaghfirullah, ja rafalem. Thema dështore. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur Allahu ja don të mirën robit ti, thot e përdor. I than sahabët e Resulit alayhis salatu wassalam, qysh bre e përdor? Tha ja mundson me bo vepra të mira para vdekjes. Nëse je mush 50 vjet apo mas 40 vjetëve, veç fillon mu mendu për ahiret fillon. Disa vllazni mas 50 vjetëve, 52-3 vjet që shtu punojnë, i kanë punë të mirë alhamdulillah me firma me sene, edhe mo e lon në atë kontekstin dynjon, edhe i qasën vetë xhamiave, derseve, umre, haxh, anë i kni, se i hes rroga anë, apo thot. Edhe thot unë jam drejtu për botën tjetër në vetë Allahut. Ai ka punu dhe në 50 vjet, diskutohet. E ka bën i kapital. Por po du më thon që kur afrohet vdekja shtoni veprat e mira. Dhe nëse po të shtohen veprat e mira, dije që Allah subhanahu wa taala po të përgatit ty për më afru apo për me shku tek Allah subhanahu wa taala. Përfundimi i mirë ka disa shenja, disa prej tyre i sheh ai që po vdes dhe disa të tjerë u shfaqen njerëzve
Çka I shfaqen njerëzve? Dikush të shënon ndër Allah subhanahu wa taala ju dërgon ëndra shokëve tu besimtarve për ty. Që thot Allahu azza wa jall, Allahu azza wa jall ju dërgon mesazhe si harriçe njerëzve çysh në këtë dynjë. E vren që është besimtar, do të thonë me lejen e Allahut subhanahu wa taala, thot Allahu azza wa jall, s'ka dyshim se ata që than Allahu është Zoti ynë dhe ishin të paluhatshëm, atyre u vin angjëjt në prag të vdekjes edhe u thon mos u friksoni. Se vdekja është tmerr I madh, vallahi ku të vinë me lajket me ta marr shpirtin. Subhanallah. Atëherë thot mos u friksoni, mos u piklloni, keni myshden xhenetin që ju premtohej. Për çato që keni luftu me vite të tëra, që jeni përpjek për me kënaqë Allahun azza wa jalla dhe mu taku me Allahun subhanahu wa taala. Aisha thot, transmeton nga Buhariu dhe Muslimi, se I dërguar Allahu sa ka thënë, kush e don takimin me Allahun subhanahu wa taala, edhe Allahu don mu taku me ty. Nëse ti don mu taku me Allahun azza wa jall, dije që edhe Allahu don mu taku me ty. Pastaj thot, e kush e urren takimin me Allahun, edhe Allahu urren mu taku me ta. Aisha I thot, a mos vallë kjo është për urrejtjen e vdekjes? Se që ashtu po nën kupton apo? Thot, ja Resulallah, a do të thot që na që e urrim se secili prej muslimanëve besimtarëve njeriu pak a shumë e ka atë frikën e vdekjes, apo? Atëherë Aisha po friksohet mos po hinte ky hadithi, që do të thonë unë pe urrej vdekjen apo po tutën prej vdekjes dhe pe urrej takimin me Allah subhanahu wa taala. Çfarë I thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, tha I dërguar Allah sallallahu alaihi wasallam, nuk është kështu, por kur besimtari përgëzohet me mëshirën e Allahut, kënaqësinë e tij dhe me xhenetin e tij, kështu ai dëshiron takimin me Allahun, ndërsa kafiri kur përgëzohet me dënimin e Allahut, ai s'ka qef mu taku. Që shkon në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur vdes kafiri, kur ta dërgojnë në varr, çka thot ku po më dërgoni? Ndërsa besimtari ka qef sa më shpejt me shku. Sepse e din takimin me Allahun subhanahu wa taala. Pastaj thot, ka thënë Imam El-Qasim ibn Salam, nuk ka për qëllim hadithi urrejtjen e vdekjes dhe vështirësitë e saj, por qëllimi është që jep përparësi me të madhe kësaj botës para ahiretit. Para ahiretit. Sheikh Albani, subhanallah, e lidh çështjen e xhumos edhe punës. Thot ai që punon kohën e xhumos, e le xhumon I bie që jep përparësi botës para ahiretit. A qatë moment, qatë 20 minutë, gjysë ore ty të ka zonë me punua, qatë moment, apo? Për gjysë ore s'pa mush me nda, me shku edhe mu fala, e thot Sheikh Albani rahimahullahu taala, ai ka dhënë përparësi kësaj dynjos para botës tjetër. Pastaj thot, Allahu në Kur'an thot, ata të cilët nuk shpresojnë takimin me ne dhe janë të kënaqur me jetën e dynjos dhe kanë gjetur prehje në të dhe ndaj argumenteve tona janë indiferent, përfundimi I tyre është zjarri, thot Allahu subhanahu wa taala, dhe thot Hatabiu që njeriu të dëshiroj takimin me Allahun do të thot se I jep përparësi ahiretit para dynjos. Edhe mos harroni vllazni, kushdo që I jep përparësi ahiretit para dynjos, dine që Allah ja jep edhe dynjon. Janë një hadith konkret, apo kuptim. Kushdo që jep, I jipët. Apo, kushdo që jep, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kushdo që jep fi sabilillah, I jipët. Bukur. Që ky person që po jep, apo I fiton edhe dynjon dhe ahiretin? Po. Sepse po thuhet në hadith, kushdo që jep, I jipët, I shtohet. Apo nuk e pakson sadakaja pasurinë. Bukur, ti po jep, pe fiton, më thonë shtesën e pasurisë këto, Allah zëgjel po ta shton pasurinë, edhe plus në ditën e gjykimit e kiqat sadaka. Në dy anë Allah, në dy anë fiki, subhanallah. Shenjat e përfundimit të mirë janë të shumta. Në një, pika e parë është që krejt e dim shqiptimi I shahadetit në kohën e vdekjes. Pak para se me vdek, nëse e shikni një musliman, një besimtar, që pe thot shahadetin, në shpirtin e fundit, në ajrin e fundit, duke e dhonë shpirtin, atër shpresojmë tek Allah subhanahu wa taala që ky është xhenetli, me lejen e Allahut azza wa jall, thot kush thot fjalën e tij të fundit, la ilaha illa Allah, dakhala al-jannah, ka me hin xhennet me lejen e Allahut subhanahu wa taala.
A hin me njëherë, a hin pas një kohë të caktuar, e rëndësishme është ka më fut në xhennet. Pse? Sepse ka mundësi ku e thot mirë po ka bo dikujt i ka hin hak. Duhet me marrë në ditën e gjykimit, nëse i ke hin hak dikujt, atëherë çfarë? E lyp hakun ai. Allahu subhanahu nuk përzihet këto. Çështja është që herë do kur do të futet në xhennet me lenin Allah subhanahu wa taala. E dyta, vdekja me djers në ball. Nëse e shihni një vëlla musliman gjatë vdekjes, gjatë dhënies së shpirtit, ju ka djers balli, dini që është prej shenjave të mira të përfundimit të mirë të kësaj bote. Sepse thot Muhamedi alayhis salam, besimtari thot vdes me djers në ball. I djersitët balli thot. Pika e tretë, vdekja natën apo ditën e xhumë. Kushdo që vdes të ejtën, apo ditën e xhumë, se ejta është nata e xhumë, atëherë thot shpresojmë tek Allahu subhanahu wa taala që e ka një shenjë të mirë çdo musliman që vdes ditën e xhumë ose natën e xhumë, Allahu ka më mbrojt nga sprovat e varrit. Dhe që dhe më thonë sprova varrit o vllazni, xhenemlive ju qilet, ju hapet një dritare dhe saba aksham i thuhet këtu ki me shku. Kjo është presion psikologjik. Të në kohën ti mëngjes e mbrëmje, ki me ditë ku ki me shku, për shkak të veprave tua. Ndërsa xhenetli çka? Është e kundërta. Po shahidat, çka me shahidat? Allah subhanahu wa taala shahidave Allah azza wa jall i krijon zogj të posaçëm. Para se në ardh kiameti. E merr shpirtin e besimtarëve, shahidave, i vendos te këta zogj dhe ata shëtiten në për xhenetet e Allahut subhanahu wa taala. Para se me shku me trup është fjala. Shpirti i tyre vetëse i sheh kënaqësitë e Allahut subhanahu wa taala. E këta robër të Allahut, a kanë qef sa më shpejt më bo kiameti vllazni? Po. A kanë qef takimin me Allahun me pas? Nuk ka dyshim. Kanë qef me pas takimin me Allahun subhanahu wa taala për shkak të veprave të mira. Pastaj thot, të rënit dëshmor në luftë për hir të Allahut ose atij që i vjen vdekja në luftë pa vrarë. Krejt e dim, mujahidi kur shkon me përhap thina Allahut subhanahu wa taala dhe vdes duke dashur ta përhap Allahun, ta përhap thina Allahut azza jall me fjalën la ilaha illallah, ky është xhennetli. Dhe pika e parë gjakut që i bjerë në gjihad fi sabilillah, çka? I fshin gjitha mëkatet dhe i paraqitet vendin në xhennet për shahidin. Subhanallah. Mirë po, secili besimtar duhet ta ketë një jetën për shetllëk. Edhe nëse keni një jetën për shetllëk, edhe në shtëpi nëse jeni brenda krevatit, nëse vdesni, Allah subhanahu wa taala ju shpërblen me këtë një jetë. Kështu ka në hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ai që vdes nga murtaja, smundjet ngjitse që janë. Apo nuk është vetëm murtaja si smundje. Çdo smundje ngjitse, çka ke që tash? A ke Covidi? Kushdo si besimtar që ka vdek prej Covidit, shpresojmë tek Allahu subhanahu wa taala që ka shku shahid. Nuk themi direkt që ky është shahid. Prej akidës së murxhive është vllazni, marrën në mend me thon filoni është shahid. Pa istithna, pa thon inshallah. Sepse në momentin kur ti thu shahid filoni, e barabart me çka është? Me xhennet. E akidi ahli sunnetit, a thot që filoni dhe fisnik është në xhennet apo në xhenem? Se dim. Nuk ja dim niyetin Allah. Ja hadithi, Imam Bukhariu, edhe Sheikh Uthejmini e transmeton, kur një person ishte duke luftu me mushrikët e Mekës. Para më midis kufarëve ka një, midis mushrikëve të luftu me shpatë. Pejgamberi sa sam peshe edhe po thot huwa fi nar. Ky është në zjarr. Allahu akbar. Çush më në zjarr? Po lufton midis kufarëve, ushtria muslimanëve, ushtria e mushrikëve? Çush kjo kështu? Edhe shkon Resuli alayhi salatu wassalam, sahabit e këqyrin çfarë bën. Lufton, plagoset, nuk mundet me e bajt plagosjen, dhimbtet e merr shpatën e mbyt veten. Fjala Resulit alayhi salam hak. Kushdo që e mbyt vetveten në xhehenem tërkon ka morrin gjallë duke e mbyt. Thonë çështje shumë e rrezikshme. Ai që vdes nga smundjet e barkut,
i mbyturin në ujë, argument për 5 pikat e fundit është hadithi ku transmeton Muslimi në Sahihun e tij, thot profeti alayhis salam, kë i konsideron ju shahida? Njëjtën gjë vëllazëni, edhe të na është për apo. Kush është shahid? Kush lufton për hir të Allahut? Këtë kanë ditë çto. S'është më për hapur kjo, s'diskutohet. Ulmi i Islamit. Mirë, po çka i thot Resulullah alayhis salam? Thot, o i dërguari i Allahut, ai që vritet në luftë është shahid, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atëre shahidat e ummetit tim që kanë pak. Se jo çdo herë ka luftë. Mundet një person për shembull nihet të 70 vjet jeton, po që si bëhet puna me luftu. Ata thot Resulullah sallallahu alajhi wasallam, shahidat që kanë pak në ummetin tim. Thot, ai që vritet në luftë është shahid, kushdo që vdes nga murtaja është shahid, kushdo që vdes nga dhimbjet e barkut është shahid, kushdo që vdes dhe i mbyt është shahid dhe i mbyturin në ujë është shahid. Apo nëse digjet, apo nëse bjerë gërmadha, krejt këto janë shahidllëk, ose shtatzania, ose lehona, krejt hin te kategoria e shahidave. Dhe shahidi ka vlerë të madhe, ndërmjetëson për familjarët e vet. Pastaj thot, ai që i zërrënojat e shembjes, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dëshmorët janë 5 dhe përmendi prej tyre ai që mbytet nga shembja. Një shenjë tjetër është vdekja gjashtatzanit që tham pas lindjes, dhe thot Muhamedi alayhi salatu wasalam i përmendi dhe ajo gruaja që vdes gjatë lindjes do ta tërheq fëmia i saj përmes kërthinzës së tij për në xhennet. Vdekja nga djegjet, ai që vdes, disa shenjat çata që i përmbledh hadithi që transmeton Ebu Davudi dhe Nesaiu, thot kush vdes duke mbrojtur pasurinë e tij është shahid. Gjithë ata vllazni që kanë luftuar në kohën e luftës Kosovës, që kanë pas një jetën, me rujt nderin, me rujt familjen, me rujt pasunin, Kosova vllazni është pasuria jon. Pasuria jon. Dhe na nëse e mbrojmë Kosovën, him të që ky hadithi i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Him të që ky hadithi. Pse? Se kemi qenë të sulmuar nga jashtë. Apo? Dhe na duke mbrojtur pragun e derës, duke mbrojtur Kosovën tonë, i kemi mbrojtur edhe pasurinë e Kosovës, që është pasuria jonja, po edhe muslimanët i kemi mbrojtur. Dhe lumë ata që janë rroje në për kufit e vendet të muslimanëve, që mbrohen nga kufart. Hinte që ky hadith me lejen Allahut subhanahu wa ta'ala, thot të qëndrosh rroje në rrugt të Allahut një ditë e një natë, është më mirë se sa të agjërosh dhe të falësh një muaj, dhe nëse vdes do t'i vazhdoj puna që ka pas bër, po kështu dhe risku dhe sigurohet dhe do të mbrohet nga shejtani. Mos të keq kuptohet vllazni, nëse një ushtar i joni i Kosovës, na e kuptojmë, sistemi nuk është sheriatik, apo mirë po qaj që aty që e mbron kufinin, kufinin që e mbron, prej shkive, po e zomë shkavi dole me sulmu, si rasti banjës kësë shëke, po, që kjo konë për e mbron vllazni. Ajo është të në mbrojt neve, lëre sistemin ti, pjesë sistemit krejt jemi, dikush ma pak e dikush ma shumë. E rëndësishme është njëti ti, për çka? Nëse aje ka njëtin, brenda për me mbrojt Kosovën, prej shkaut, prej gjdo armiku, tjashtën, me lena Allah subhanahu wa ta'ala, ai shkon shahid sipas ulemave. Sipas ulemave. Pastaj thot, vdekja duke bërë një punë të mirë, thot i dërguar Allah sasam, kush thot la ilaha illallah për hir të Allahut dhe i përfundon jetën me të, do të futet në xhennet. Kush agjiron një ditë për hir të Allahut dhe mbyll jetën me të, i shkon, domethënë shkon në xhennet. Dhe me një aspekt, veprat vlerësohen sipas përfundimeve. Më falën shprehja, i keni pa xhahilat çka thënë, Allah ma marr shpirtin duke bë zina. A i keni një këto fjallë? I thënë këto fjallë. Që shumë është i dhonë mas zinasë dhe mas gjërave të këqia, menën tanë kohën e ka, Allahu mos ma marr shpirtin pa bë zina me filonën apo fizikë. Vend si kundër të me thonë Allah ma marr shpirtin duke bë vepra të mira, ky tipi shkon edhe lutë Allahu subhanahu wa taala, ta plotson Allahu dëshirë, hiç mos e ke gojë. Pastaj thot, dhe kush jep një sadaka për hir të Allahut dhe i mbyllet jeta me të, do të futet thot në xhennet me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Shkaqet e përfundimit të mirë, shenjat pak a shumë i trajtuan. Tash sebepet. Një nga shkaqet më të mëdha që ty të bën xhennetli është devotshmëria, takvalliku. Më qeni devotshëm. Çka kanë thënë ulemaja i devotshëm?
I devotshëm është vllazni, e kanë shpjegu, kanë thonë kur hecish në për therra. Çu shruhesh? E qesish një gisht, një kom kështu mos pam kapin therrat apo. Ç'kjo është devotshmëria? Asnjë vepër nuk e bësh pa e dita është haram apo është halal. Ç'kjo është devotshmëria, takwaja. Sikur Ebu Hanifi rahmetullah alayh parameno, kur o pyet për një mesele, ka dhënë fetva se lejohet, ndërsa për veten e vet se ka bu. Ka thonë, "Çfarë kjo punë? Çfarë fetva kjo o shejk, o imam i madh?" Ka thonë, "Ajo fetva tha kjo është takva." Unë tha, "Po du merr ujt më mirë mos me, ama nuk pja bëj aty të ndalume." Se në disa sene që vetë ju është e lejume, po thjesht zdush me bë. Për shkak të takvas që është e madhe. Pastaj thot, çështja më parsorë është plotësimi i tauhidit, duke larguar nga shirku i madh dhe i vogël dhe ruajtja nga haramet dhe pendimi sa më shpejt nëse njeriu ka rënë në harame. Me plotësu tauhidin vllazni. Plot vllazni që besimtar bin shirk të vogël, bin kufër të vogël. Plot ka, nuk i din. A e dini vllazni që disa prej ulemave kanë thonë është kufër, edhe me thonë verës, nuk po thomi që janë kafira, mos të keq kuptohet, po themi si dispozit. Me bo me thonë, kur e keni atë nxehtën e madh gjatë verës, me thonë, bre shumë nxehtë. Se çatë nxehtë Allah ka sjell. Ti ndaj caktimit Allahut nuk po je i kënaqur. Kështu i bie që pak besimtar shpëtojnë nga kufri i vogël apo dhe shirku i vogël. Pa dashje, apo? Për atë arsye, duhet me qëndru besnik ndaj dersave vllazni. Kur ta merr një libër hoxha deri në fund çoje me hoxhën. Vallahi 100 herë pjo tham. Çdo herë tham, jo veç këtu, çdo herë. Nuk është përfitimi dituris një hoxh nëse vjen një herë në 3-4 muaj, një herë në 5 muaj, një ders të përgjithshëm e mon, nuk përfiton njeri shumë prej atij dersi. Përfitimi i dersit është libri, kapitulli i parë i ujnave deri në fund atje, dhe më thonë, temave të fikut e njëjta gjashtë dhe me akidën. Ka për ulemave vllazni kanë fillu me shpjegu Sahih Muslimin që 20 vjet duke shpjegu librin. A di për çfarë sabri do të më pasti? 20 vjet. Çdo javë të shpjeg kapitulli kësaj. Mirë, por nëse ti shkon te një hoxh dhe pi kapitullit parë deri te kapitulli i fundit, ti përfiton shumë atëre. Ti ki me ditë. Pastaj thot, ti kërkosh Allah që ta marrë shpirtin me iman dhe devotshmëri, që të përpiqet njeriu që ta rregulloj veten e tij si brenda ashtu edhe jashtë. Çka brenda? Mos me pas zili, mos me pas urrëtie, mos me pas ku e diunë, domethënë gjërat që kanë të bëjnë me zemrën tonë, me pastru zemrën tonë. Vallahi luftë e madhe është zemra vllazni. Secili njeri e ka të instalum zilin edhe hasetin në zemër. Po çka bën besimtari e lufton? Tu bisedu me një hoqë një ditë më herët, pi thom, subhanallah, pi thom hoqë. Tamam, se Sheikh Uthemini thot, rahimullahu ta'ala, ai xhelozia më e madhe është mes të njëjtit profesion. Nuk shkon për shembull hoxha me pos xhelozi me një automekanik. S'shkon. Automekaniki me automekanikin, hoxha me hoxhën, dietare me dietarin. Njëri e ka një profesion të njëjtë, ky tjetri e ka të njëjtë, hin fesati apo. Mirë, pi thom, po veç mu nal besimtari, hoxha, ma konkret të na, veç mu nal hoxha. Edhe me menu dhe mi thonë vitës, o ti, që ai hoxha që po punon shumë, filon hoxha, cili është qëllimi ati hoxhës? Me përhap dinin Allah të zogjel, edhe sa më shumë me pas besimtar. Qatë qëllima, a ki edhe ti, si aj? Po, edhe më shele. Muje vetin, subhanallah. Muje vetin, cili është qëllimi? Qëllimi me përhap dinin Allah të zogjel. Ky për përhap, ti për përhapish. Atër pse pilejen shejtanit më fut në mesin tuaj, në ale vetin. Po, instalimi i hasetit është për Allah të zogjel, se cili ka haset. Haset i notësen, po nalët e shtrëngon vetin. Nuk i bën pa drejtësi vllotëve, se jo rasisht Allah ka thënë në Kur'an që kam ja hek atynve hasetin, s'kan me pas haset xhenetlit. Apo? Nëse në këtë botë ka haset. Dhe jo rasisht është feliki edhe nasi për hasetin. Edhe hasetit shkatron vllazni. Me mos mi thonë vllot mashallah i shkatron.
Së dyti përfundimi i keq. Përfundimi i keq është që personi gjen vdekja dhe ky ka kthyer shpinën Zotit të tij. Vazhdon të bëjë ato punë që e zemrojnë Allahun dhe detyrimet ndaj tij. Disa nga shenjat e përfundimit të keq është që nuk e shqipton shahadetin. Është mirë vllazni para vdekjes që ka thënë Muhamedi alayhis salatu wassalam, thotë përkujtoni apo të vdekurit tuaj me shahadet, përkujtoni. E të na kundërta është. A ki po që ka bëjnë talkinin që ja bëjnë? Kur të vdes atje në Varreza, kretë mlidhen, aty i bëjnë duat, mas duas, që ka bëjnë? Ta shkoni ju gjemati se hoxha ka me të varrustin aty në varë mrenda. Kull la ilaha illallah, po, e se po të njën aty. Thuj la ilaha illallah, që kjo thuj la ilaha illallah, du të mi thonë para se me vdik. Jo pasi që të vdes o vlo. A i ka vdik mo, i është mbyll kapitulli. Qka kalon? Ato 3 gjërat, për dini, fëmia i hajrit, sadakaja rjedhse, edhe qka? Dituria e dobishme. Nëse i kalon qëto një prej tyre, shpresem të kalon që i shkon. Ama ti me shku hoxha, aty mi thonë, thuj la ilaha illallah, biri filanit, fistekit, anej, knej, baba, nona, s'ka hoxha. Talkinin ja bën para se me vdik. I thosh, ose kanë thonë ulemoja, mos mi thonë, thuj la ilaha illallah, muslimanit, besimtarit. Qafirit po për me pranu islamin në ato momentet e fundit. Me po thjesht vesh thush në vetvete me një zonë që të një smuti, që po do me dhonë shpirt, në agonin e vdekjes, thush la ilaha illallah, që aj menim bas te, pastaj me thonë edhe aj. Së muslimani mirë, e thot, apo. Pastaj thot, të flas me fjalë të këqija dhe gjëra të ndaluara me të cilët ka qenë i lidhur me to në dynjë. Wallahi, veprat vlerësohen sipas përfundimeve, çysh jetoni çashtu keni me vdik. Nëse ki pi alkohol, ka me të shku menja të alkoholi. Kemi raste konkrete. Thot i Belkaimin librin e ti, thot një person që po vdiste i thajnë, thuj la ilaha illallah, e ky thot, gjdo të më bëj mu dobi fjala, la ilaha illallah, kur unë s'kun falë namaz, s'kun bëkur zho. Kontekstin e përgjithshëm se i bën dobi, inshallah, la ilaha illallah. Tjetri thot, Ibn Rejepi, thot, tregon se një dietar që quhet Abdulaziz ibn Ebi Rawat, kishte prezentuar të një person që po vdiste dhe ja kujtonin shahadetin dhe ky dietari tha atyre, ai është mohuesi i asaj që ju po i thoni, ai vdiq pa thënë shahadetin. Se s'ka një Allah i din s'ka pas sinqeritet ndoshta në ato që e ka përrapë o Zoti i Madh. Shpesh herë pedini ai sahabiu duke transmetuar hadithin ka çajt apo i ka rrot fikt kur ka transmetuar hadithin që 3 grupe njerëzish mas parit do të ndizet zjarmi i xhenemit. Njoni për tyra di cili është? Qaj që e përhap dijen. Qaj që e përhap dijen. Pse ka përhap dijen? Për mi thonë njerëzit, alamet njeri kë. Mashallah, po di ke shumë bre. Ai nuk e ka pas qëllimin për fise bilillah. Edhe kur i thot në ditën e gjykimit, thot pse e bone, pse e përhap e dijen? Allah ja rape përhapër për ty për knatësin tonë. Thot ke dhep ke rretët. Thot futë në gjenem. Allah në bëftë sinqerë, vllazni. Çështja nuk është e lehtë. Mundohesh bovaki, po se ki sinqeritetin të hupin këtë senet. Mujahidi pastaj, ai që jep pasuni për hir të Allahut, që mi thon njerëzit. Dallon mesela nëse jep haptazi për mi nxit tjertë. Ama sinqeritetin për atë arsye, luftë e madhe është me nefsin, me luftu. Luftë e madhe është sinqeritetin me luftu. Duhet me pas shumë kujdes. Pastaj thot, kur e pyetën për këtë njeri morën vesh sa ai vazhdimisht pinte alkool. Atëherë dietari tha, runi prej mëkateve se ato e quan atë njeriu në atë gradë. Se kishin vërejt që ky po pike alkool. Fshehta s'ka pi. Vallahi fshehta s'ka pi dhe për çato ja ka marrë Allah ftyrën. Ndoshta njerëzit nuk e din ti natën çfarë mëkate bën me Allahun tënd. Ndoshta Allah nuk t'i shpalos. Vesh në ditën e gjykimit kur dalin para krejt njerëzve ku t'i shohin mëkatet që i e bo. Aty, a di çfarë më thon? Ti na ke mësuar thotë, të thajna. Ti na ke thonë që s'bën çto më bo, ha? Çka pas ke bu mëre ti natën? Me atë kompjuterin ton, me atë telefonin, me atë çka s'ke bu. Subhanallah. Mirë po në halas kemi vdik. Për atë arsye du të më pendu kushdo që prej besimtarve. Halo është i gjallë, le të pendohet. Para një masë gjonë njerëzve kur të paraqiten gjitha mëkatet,
Parameno, ti në këtë botë vllazni, një njeri tu bo zina me të po dvjemare, apo dvjemare. Para krejt miletit, miliarda njerëzve, ty me të shfaq fotografia jote, pamja jote, duke bo zina. Duke pi alkohol, duke përgoju, duke kështu e kështu. Ose me vllon ton të ki qenë edhe ja ki rri shpinën ndërsa nanën tjetër ti, një Allah e din se shka ki menu mi bo ati. Dije që në ditë gjykimit kanë me dalë të krejtë. Andaj duhet me posë shumë kujdes. Ka thënë Imam Dhahebiu se një person ulej me pirësit të alkoolit dhe kur vdiq që thanë thuj la ilaha illallah, a i tha pi pak më jep edhe mua. Ata pi thënë thuj mër la ilaha illallah, pi jep pak ti, bjerë edhe unë pak të pi. Pse se jeta i ka shku duke pi alkohol. Jeta i ka shku duke marrë me harame o vllazni. Kjo është për alkoholin, ka dhe për gjëra tjera. Plot gjëra tjera, mëkate, gjinohe, që i bëjnë njerëzit. Gjithashtu Imam Dhahebiu në librin El Kebair, mëkatet e mëdha, një person që luante shumë shahun gjatë momenteve të agonisë së vdekjes, i thanë thuj shahadetin, ai tha shahu yt, shahu jam. E tregonte lojën, subhanallah. Se me çato u preokupu o vllazni, me çato u preokupu. Preokuponi me gjëra të mira që fundi një orë me gjëra të mira. E paramendon në ulemat, për shembull, kur të vdesin, çfarë thonë? Ata lërë që shahadetin e shprehën, po i thënë që ky hadith i sahih, që ky hadith i daif thotë. Se jetën e ka çu vëllai ashtu. Tu zon fetfo. Tu bo vepra të mira. Pastaj thotë përmendi shahun në vend të shahadetit. Ibn Qayyim tregon se një person këndonte dhe i donte shumë këngët. Kur vdiqi thon thuj la ilaha illallah, nuk e tha shahadetin, vazhdoi këngën. To ashin çu disa emanetin e filonit peçën me këngë e kishin varros njërin. La ilaha illallah. Me këngë, me sharkia. Su dia keni bani video. Pastaj thot përsëri Ibn Qayyim tregon më ka njoftuar dikush për një tregtar i cili ishte në prag të vdekjes dhe njerëzit rreth tij kujtonin shahadetin ndërsa ai tha kjo copë më e lirë, kjo copë nuk o e lirë. Që ka çdo pak, që ka spara nikni. Mos të keq kuptoj që s'von me bot tregti vllazni. Duhet me bot tregti dhe duhet me punu, edhe është seni mirë. Por se jo primare me pas ata. Po thjesht me ditë që është mjet kjo. Është mjet. Jetu punu. Vjen xhamia, vjen dirsi, vjen sa leje. Se i bjen që pi japish për parësi ahiretit para dynjos me lejnë Allah subhanahu wa taala dhe lusim Allahun azza wa jalla të na ruaj nga këto përfitime të këqija. Ibn Qayyim duke shpjeguar këtë ngjarje thotë subhanallah, këto janë argumente për njerëzit, por realiteti është shumë i madh se kaq. Dhe përfund e kemi shenjat e përfundimit të keq. Përfundimi i keq ka disa shkaqe që duhet të ruajmë prej tyre. Ajo është akidja e prishur apo besimi i prishur, do të shfaqet kjo shenjë atë ditë kur robi ka nevojë për ndihmën e Allahut. Ka shirk, ka kufër, ka nifak, ka gjitha këto gjëra që ja prishin akidën dhe besimin, dhe në ditën e gjykimit ky person mirë për këtë person që e ka udhëruar dikë tjetër pas Allahut azza wa jall, të dhënurit pas kësaj bote, të vazhduarit mëkate dhe përshtatja në to, sepse nëse njeriu bën diçka shpesh e don atë, edhe e lidh zemrën me atë. E lidh. Mas shumti, kush janë mas shumti? Të lidhë me këtë dynjë. Mushrikët, jaudit edhe mushrikët. Mas shumti janë të lidhë me këtë dynjë. Dhe thot kur do të thot Ibn Kathiri me të vërtetë mëkatet e tradhtojnë njeriu në prag të vdekjes së bashku me dredhinë e shejtanit bashkohen te ky njeri tradhtia dhe dobësia e imanit dhe kështu bie në përfundim të kështu Allahu subhanahu në të vërtetë pasi e gjeta rrugën e drejtë ai më largoi mua prej saj e djalli është që e humb njeriu dhe e lë të vetmuar ndërsa djalli ditën e gjykimit ju mon hudve vllazni pa besimtarve. Do veç u thash, pse më gut? Allah ju premtoi se ngut. Po veç ju thash, as ju kapa me dorë më kap. Në ditën e gjykimit, përveç shejtani që largohet prej teje, edhe trupi yt ka me dëshmu për të këqijat që i ke bë. E qyr trupin dhe thoi, ti kundër meje, qyr dorën, dora të fol, syni të fol për ty. Allah azza wa jall i jep gojë secilit vendi ku ke bë krim, ku ke bë zina, ku ke bë alkool, gjithë gjëra. Allah azza wa jall kam i dhon gojë, për Allahun është e lehtë. Nëse Allah azza wa jall ta ka dhon gojën çto, ta bën çto. Edhe që ke fol. Për Allahun është kun fe kun.
Dhe në fund, o Allah, bëj punët më të mira për fundimet e tyre dhe jetën më të mirë për fundimin e saj dhe ditët më të mira, ato ditë që do të takojnë ty, o Zot, na mundso që të bëjmë vepra të mira, të largohemi nga punët e këqija dhe së fundit dërgojmë paqe dhe mëshirë mbi profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.